Cili është pozicioni seksual më i gabuar gjatë një marrëdhënie intime midis një çifti? Shiko, unë nuk jam seksologe, por mund të them, është e drejta e çdo çifti të bëj pozicionin që dëshiron. Nuk ka pozicioni mirë apo i gabuar. Në fund të fundit, sot ka vajzat të reja, moshat të reja, të cilat i kryejnë raportet seksuale në mënyrat që ato dëshirojnë. Që ato të ndjejnë kënaqësinë e asaj që kryet. Pse them këtë? E them sepse shpeshherë ka gra dhe vajza të cilat nuk tregojnë, domethënë nuk e konfidojnë as me partnerin, që nuk ndjejnë fare kënaqësinë në raportet seksuale. Ka ardhur koha të thyet akulli, domethënë të shprehen dhe sigurisht që ka trajtime shumë të mira që mund t'i marrin që dhe ato të ndjejnë kënaqësinë e një raporti seksual. Vajza që nuk kanë arritur asnjëherë në orgazm, po thonë. Pikërisht për këtë po them.